Falenderimet të ngrohta I detyrohen Perëndis Triadik, se me anë të votës së forlumturisë së tij kryepiskopit të Tiranës, të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, Joanit, edhe të kryepriftërive të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, unë I përulluri, u votova mitropolit I mitropolisë së Shenjtë të Korçës. E pranoj këtë detyrë dhe shërbes të nderuar kishtare. Premtoj se duke punuar me zell dhe vetëmohim me hirin e Perëndis, do të kryej të gjitha detyrat kryepriftërore për të barituar mitropolinë që më është besuar, duke ruajtur me besnikëri kanonet e shenjta dhe të hirshme, traditat e shenjta dhe ligjet kishtare. Do të bindem me të gjithë përullësinë ndaj vëllezërve nga ndaj vendimeve të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, duke mbrojtur të drejtat e Kishës. Në lidhje me këto, jap siguri të plotë, duke nënshkruar vetë me dorën time, I zgjedhuri mitropoliti I Korçës Anastasi. Në uratat e të vetan të shenjtë, o Zot Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.